të gjithëve, mirë se erdhët në takimin e admiruesve të robotëve të betejave. Së bashku me ne kemi kampionët e ligës Albatros. Një duar trokitje për ekipin Akira. Jam Haruka, gëzojmë që të njoh, do doja të linit një përshtypje. Mund të vini për trek, marrni përshtypje personale. Mos ai është pronari i robotëve të betejave? Hej, më mban më? Dhe tani, le të prezantojmë të ftuarit. Akira dhe roboti flakërues Ryugu. Hej, mirëdita të gjithëve. Faleminderit. Ju jeni tepër i sjellshëm. Dhe tani djema kam një pyetje. A mund të na thoni se cili është sekreti i ekipit Akira? Do thoya se sekreti jam unë. Sepse unë jam tepër i mirë. Wow! Njëkohësisht! Çfarë skuadre e mirë, mbase është ky sekreti i suksesit tuaj? Ti e di që të gjithë erdhën sepse duan të më shohin mua, jo ty. Kështu që mbaje veten më mirë. Çfarë po thua? Ata duan të dinë sekretin e ekipit Akira. Me ta fjalë ata duan të dinë më tepër për mua. Por më tepër jam më i rrezikshëm. Unë jam më i zgjuar. Unë jam më i fortë. Më falni! Kush po na shlet? Ti je një shelën. Djema, Do të kenë komplet palidhje. Mos ishte për mua, ata leki do të ishe në pastruar dyshemet. Jo, më fal. Perde, turisti perde! Mjaft, ju të dy, mjaft! Jargon me njërë nga njëri tjetri. Ryugun e pajun, ndërsa ju t'jem bani Akire. Ryugu, eja këtu! Le ta zgjidhim këtë punë! Lëshom! Ryugu, eja këtu! Oh! Lëshom, se po flas me Akirën! Hej, po ikën Ryugu! Eja këtu, eja! Se në sola këtu. Në rregull, lem të shkojnë. Çfarë po ndodh me Akirën? Dua ta them se po vëbron kështu. Ë? Çfarë po bën? Tani është koha për gjumë. Çfarë po ndodh me ju djema? Pse ziheni për gjëra tepër qesharake? Ju e hodhët imazhin tuaj në plera dhe tani nuk do mundem të marr ato tituj dhe shpërblime që po prisja. Nuk mund ta besoj këtë. Nuk kam çfarë të bëj tani. Kjo është një mundësi që të vjen vetëm një herë në jetë. Kështu që mos të përzihej më dhe mjaft e bëre lëmsh. Tani shkoj laj fytyrën dhe qetësou. Pse është kjo e zemëruar vetëm me mua? Unë nuk po zihesha me veten. Aty nuk ishte vetëm fajim. Edhe Ryugu është fajtor një lloj sikur unë. Ryugu! Prit! Shkele. Më duhet të thras të tjerë dhe të tregoj çfarë po ndodh. Haruka! Haruka! A më dëgjon? Haruka! Radio Marsi është thyer. Është vetëm fajim. Kështu që do e riparoj përsëri. Unë do të marrë përsëri Ryugu. Rri pa merak se jam duke ardhur. Banda e dhelprave të kuqe e bëri këto? Po, ata rikrijuan robotët e vjedhur që t'i shisnin në treg të zi. Kjo është fotoja e fundit e tyre që ne kemi, por ata fshihen shumë shpejt. E pabesueshme. As ju do më shkonte në mendje që ato janë kriminalë. Ndoshta Akira është me ata? Ju sigurojmë që ne do të bëjmë çdo gjë që të gjejmë miq tuaj. Po ç'do të bëhet me shfaqjen? Do ju telefonojmë sapo të kemi informacione të mëtejshme. Bulion, më mirë të ndahemi të kërkojmë dhe ne vetë. Në rregull. A mund të merreni ju me fansat? Ej, pa merak fare. Ne do të përpiqemi të habisim turmën. Pa problem. Kam besim tek ju. Raimond, kemi punë për të bërë shoku. As që më shkonte ndërmend se do ta përdorja këtë taktik. 1, 2, ça, 1, 2. Pa merak Ryugu, erdha. Hop, hop, hop. Oh. Nuk duket se ka gjumë të ti këtu. Oh. Hej, këto janë të gjitha foto të betejave të robotëve të cilët kanë fituar tituj. Këta pas kanë dhe foton time me Daiganderin. Shef, prisa të bëndi gjallë këta. Çfarë po planifikojnë këta?
Pra, ti mendon se mund kemi reverdi? Ky robot është i veçantë. Mendoj se mund ta shesim 100 herë më shtrenjtë. Më pëlqen logjika jote. Pra, këta vit kanë robotët e betejave dhe më pas i programokan. Është vetëm fajim. Tani më duhet të gjej Ryugun. Ryugu! 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 Është i gjithë i fajim! Kush është ai? Hey, është Akira! Ryugu! Zgjohu! Çfarë lehtësimi? Jam kaq i lumtur që je mirë! E kush je ti? Oh, jo! Eja! Ne duhet të ikim! Të shkojmë! E ku të shkojmë? Do ta shpjegoj më vonë! Tani na duhet të ikim që këtej! Eja! Mos më pret! Ti po përpikesh të më mashtrosh! Roboti flakërues, luftëtari Ryugu, është e prisjuar për të rënë në kursin tënd. Ryugu, çfarë po flet kështu? Mos më fol! Me qëra fjala, ku jemi tani saktësisht? As mos provo të bësh rezistent, sepse ju nuk do të mund të dilni që këtej. Interesante! Nuk e di se çfarë po ndodh, por jam gati për një betejë të mirë. Mjaft Ryugu, mos e dëgjoj këta. Mos më jep urdhra. Kapeni atë! Shikulima Kalorsi! Ju as jeni meritoni vëmendjen time. Ha! Po pas jeni duke menduar se jam friksuar, nga që jeni më shumë në nuar, apo jo? Mbas se ti do të ndjekësh vetëm mua. Them se po. Kapri! Ju nuk do mund të ratiseni! Këta asje kanë ndërmend të dorëzohen. Këtej, ndiqi ata! Oh, jo, ky është fundi. Dal! Çfarë të bëjmë? Ata pothuajse na arritën. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Përveç se të luftojmë kundër tyre. Ryugu, Ha? këtej poshtë, shpejt. Më fal, por s'kam përsepshie prej tyre. Jam roboti flakërues luftëtari Ryugu. Vetëm eja. Ato min të ndyrë duhet jenë këtu. Gjej ato dhe silli tek unë. Në rregull. Ata ikën. Tani të paktën kemi të lash më pak. Një të lash më pak. Shiko ku jam. Ne jemi në këtë bodrum të qelbur. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Me sa duket po. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, por e këshilloj të bëni kujdes. Hey Ryugu, ku je duke shkuar? Ku të dua unë? S'ka rëndësi. Pasi nuk është puna jote, gjithsesi. Çfarë? Prit një minutë Ryugu. Ke nevojë për gjë? Sigurisht që kam diçka. Duhet të nxitojmë dhe të shkojmë te të tjerët. Janë mira adhurues që kanë ardhur të dëgjojnë ndërsa flasin për ekipin Akira. Ekipin Akira? Për çfarë po flet? Kush janë ato? Me sa duket po më gatëron me dikë tjetër. Unë jam roboti i pamposhtur i betejës, Ryugu. Ryugu? Ryugu, ti vërtet nuk më mban mend? Ne sapo fituam kupën Albatros. Nuk e mban mend këtë? Po përpiqemi të fitojmë rripin prej Titanis së bashku. Ec tani, nuk mund ta besoj se ti mund ta harroje gjithçka. Sa shumë që fiske. Asja kam idenë se për çfarë po flet. Mos të duke mirë se dikush i nje? Jo, por... As që më shkojnë ndërmend se do të nalini të ikim kaq lehtë. Nuk duhet i pastroj këto vrima bodrumesh. As mos e qaj kokën po i dëmtove pajisjet e ti. Shko dhe kapi tani! Jepi! Jo, mos e bëj! Goditja Kalorsi! Ryugu, në të djallë! Nuk është nevoja të ma thuash, pas jeti!
Kujdes, pas te është një tjetër! Ka nevoj për ndihmën tënde! Kujdes! A je mirë? Nuk mund të përqendrohem nëse ti vazhdon të lomotitesh. Mbyllë dhe vetëm shiko. Bëj kujdes! Kapi! Trilja kalorsi! Unë mund të shkatërroj tokën ku ti përqendron tani. Toto të kap! Oh! Muret po bie! Ryugu! Nëse rëshqasim atje poshtë, mbaruam! Për pak fare ishte, por tani them se shpëtuam! Shpëtuam? Leshon! Nëse ti nuk me leshon e do të bie në vrim. Do flasim për këtë kur t'jetë koha! Mos u bëj budalla, leshon! Nuk do të leshoj! As mos e mendo! Mos u dorëzo! Çfarë do të thuash që ata u larguan? Si mund t'i lesh të hikin? Shef, unë i kam të gjitha hartat e përdrumeve. Shef, unë e gjeta vendin ku ndodhet roboti. A je sigurt? E pa diskutueshme. Këta herë s'kan ku shkojnë. Shef, prit një minutë. Tashmë unë e kam fshirë Akirën nga kujtesa e Ryugut. Kështu që ai është roboti jonë. Duke se shpëtuam! Ti po e fut vete në shumë të lashe. Një hapi ka buar dhe që gjë baron për ne. Nuk ka rëndësi tani. Më rëndësishme është që ne arritëm të dalim gjallë dhe buzëqeshur. Ti po buzëqesh, por nuk kam buz. Të kam kërkuar gjithandej, Ryugu. Po këta, kush janë? Të njëjtët persona që ishin më parë. Të lutem biri im, eja të babai yt, më ka marrë malli për ty. Çfarë? Ti e krijimi im më i mirë. Gjithmonë të kam konsideruar si birin tim. Ti po gënjen! Ryugu është një robot betejë që qyshi im e krijoi për mua. Jo, nuk është e vërtet. Çfarë po thua? A nuk të kujtohet babai yt? E gjithë kjo ngatres ndodhi për fajt të ti. Unë të dërgova që të riparonin dhe ai të grabiti. Mos i beso atij, biri im. Është e vërtet? Ha? Është e vërtet çfarë po thot ai? Jo! A je i sigurt për këtë? Asnjë fjalë nuk është e vërtet. Është e gjitha një gënjeshtër me bisht. Në të vërtetë je ti ai që ma vodhi Ryugun. Ryugu, të lutem, eja me ne. Prit, mos më thuaj që po u beson këtyre. Ryugu, mos u beso këtyre, të lutem. Ryugu, kujdes! Trilja kalorsi! Shef, jemi këtu! Bukur, tani të gjithë erdhën këtu. Ai person vërtet po gënjente. Ju nuk po më lini zgjidhje tjetër. Kapeni ato me forcë. Jo! Shikullime kalorsi! Ryugu, shiko prapa! Ti e kape atë, mrekulli! Faleminderit për ndihmën. Mos u tërhiqni prapa. Përgatitu të hidhesh! Hidhu tani! Ryugu, shikullima e kalorsi tani! Shikullime kalorsi! Shumë mirë, tani vazhdo kështu! Nuk po kuptoj. Kam përshtypjen sikur jam në anën e tij. Çfarë po bëni? Vitoni, kapeni atë. Treja në të djatën tënde, bllokoju rrugën! Oh, këndi, turbin, shpallime, më duke së paradizin dhe të tiu. Kush është ai? Po! Budallëj, Akirën, kapeni Akirën. Akira! Akira! Lëvizni, kapeni atë.
Mos, Akira, a je mirë? Ti e the emrin tim? A të kujtohem tani? Ç'po thua kështu? Unë s'të kam harruar ndonjëherë. Ryugu! Shpejt, kapeni tani! Flaka! Grica! Çfarë? E mrekullueshme, e kush janë këta? Mish një shafe, quani me topa tani! Dëshimi i luftëtarit! Dëshimi i luftëtarit! Wow, shiko! Shpërtimi i vulkan! Goditja e stuhisë të borës! Janë të mrekullueshëm! Çfarë force? Akira! Mezi po ju prisja! Ryugu dhe Daiku! Procesi i bashkimit! Përdor topin e dragojit! Topi dragoj! Bestiar! Mendoj se është koha që të ikim. Ku mendon se po shkon? Banda e dhelprave të kuqe, dorëzohuni! Ejani, do të shkoni me pushime shumë të gjata. Flaka! Grica! Nuk po e kuptoj dot se nga mund kënë ardhur këta robot. Me sa duket, qarqet e kujtesës së Ryugut ishin dëmtuar. Mbase ishte kjo arsye që ai nuk më njohu. Po, them se kjo ishte arsyeja e vërtet. Kam bërë kërkesë që të fshihen të gjithë detajet e këtij incidenti. Po kjo Haruka, nuk të duket e çuditshme? Nëse kujtesa e Ryugut ishte dëmtuar, do të thotë se ai nuk do të ishte i zotit të minjit e mua fare. Sakt? Mbase të duket ty se të mban mend. Nuk është se unë po mendoj. Unë e di, ai ishte i zotit dhe të bashkohej në Taigander. Mbase, por gjithsesi, nëse kujtesa e tij ishte dëmtuar, ai nuk do të kujtonte ty. Po, them se ashtu është. Ryugu, a je mirë? Jam mirë. Më falni nëse ju bëra merak. Pra, me të vërteti nuk mbaj mend asnjë gjë? Jo, nuk kujtoj asgjë. A të thash? Mbase asu nuk mbaj mend çfarë ndodhi në të vërtetë. Që s'ka që mbaj mend, është vetëm që ne ishim të ftuar të takonim adhurues. Takimi me adhuruesit? Për pak e harova! As si më shkoj në mend se ato janë kaq të talentuar. Asu? Mendje mbëdhenj. Dhe tani, më lejoni t'i prezantoj edhe një herë. Me qëra fjalla, Akira. Shumë faleminderit. Për çfarë? Që më shpëtova në bodrum. Po të mos ishe ti, unë jam i sigurt që do të kisha rënë. Komandanti Akira dhe roboti flakërues, luftëtari Ryugu. Çfarë po bën, Akira? Eja të hy. Së bashku? Po!